Zoti Kaso, nuk mund bija më shumë dakord me ju që perceptimi i institucionit avokatit të popullit është shumë i rëndësishëm për funksionimin e institucionit kushtetues. Prandaj do të e shfrytëzoja këtë moment për të bërë thirrje që sulmet ndaj institucionit të mos i shihni si pikë politike ndaj drejtuesit të institucionit, po të shihni si përgjegjësi, sepse çdo sulm politik ndaj institucionit apo ndaj drejtuesit në fakt dëmtojnë institucionin. Më vjen keq që konstatimi juaj në lidhje me pyetjen e fundit nuk është i bazuar në të vërtetën, e cila është lehtësisht e verifikueshme nga çdo qytetar që është i interesuar. Jo vetëm që ne nuk kemi qenë inaktiv me asnjë protestë, as me protestat e opozitës, as me protestat e fundit, por kërkesa e aktorëve politik që avokati i popullit të dalë dhe të protestoj në krah të protestuesve, më duket një kërkesë për ta bërë avokatën e popullit palë, që do ishte pikërisht e kundërta asaj që ju me të drejtë kërkoni sot këtu. Roli i avokatit të popullit nuk është të mbështesë kërkesat politike të aktorëve politik, qofshin dhe këta qytetarëve të cilët dalin dhe protestojnë, është të garantojë të drejtën kushtetuese për të protestuar. Në asnjë rast, qofshi kur ka qenë protestat e opozitës, qoftë në rastin e protestave të fundit, në asnjë rast nuk ka pasur protest që nuk është monitoruar nga një task force e avokatit të popullit. Tu kam 2 komisionerë që janë përgjegjës për këtë. Ne kemi një grup pune që është përgjegjës për këtë. Ndihmës komisioner që kanë ndjekur të gjithë procesin. Gjatë protestës, menaxhimi i protestave, ndalimi i protestuesve në rast që ka pas ndalim nga policia, shoqërimi i tyre në komisariat dhe mbajtja e tyre në komisariat. Nuk e di a ka ndodhur me paraardhësit e mi, po unë personalisht kam shkuar disa herë për t'i takuar të ndaluarit, për të folur vetë me ta, për të marrë dhe për të hetuar vetë krahas punës që bëjnë komisionerët e institucionit dhe stafi tjetër mbështetës. Në rastin e protestave të opozitës, unë kam komisionerin këtu Ahmet Premçi, i cili mund të shpjegojë edhe më tepër me detaje. Ne kemi dalë me rekomandime për policinë e shtetit. Në rastin e protestave të fundit, jemi duke hetuar 10 raste për pretendime të tejkalimit të forcës në momentin e ndalimit dhe gjatë të gjithë, për pavarësisht se kush proteston, gjatë të gjithë procesit ose gjatë gjithë kohës që ka pasur protesta, ne kemi ushtruar detyrën tonë kushtetuese për të monitoruar punën e policisë së shtetit në mënyrë që të garantohet e drejta kushtetuese për protestuar. Kërkesa që avokati i popullit të dalë si protestues me qëndrime politike, mendoj që është e pabazuar dhe dëmton edhe besueshmërinë tek institucioni, kështu që po e shfrytëzoj këtë rast për të kërkuar që të mos ta inkurajoni, sepse në fakt nuk i shërben këtij institucioni kushtetues pavarësisht se kush e drejton atë sot apo të ardhmen. Lidhe me pyetjen e 4, pra po i mbar nga e fundit tek e para. Për transparencën e institucionit, kjo është lehtësisht e verifikueshme, po të futeni në online, raporti vjetor ndodhet tashmë në faqen e internetit. Është tani, ka qenë dje, ka qenë para një muaji, ka qenë para se të publikoj, kur ka qenë në versionin draft dhe është publikuar. Nëse nuk e gjen tani, ndoshta nuk e ke gjetur më parë, ky është faji jon, sepse ndoshta duhet ta organizojmë më mirë. Raporti është aty. Po doni mund ta shohim bashkë tani aktualisht. Nëse keni dyshime mbi këtë që po raportoj. Por edhe strukturat e kuvendit mund ta verifikojnë si informacion. Raporti është online. Ka qenë që në versionin draft, është dhe tani që është në versionin përfundimtar. Ligji i avokatit të popullit është padyshim aty gjithashtu. Në lidhje me pyetjen e tretë që lidhet edhe me këtë çështje. Pra, a pati ndryshime raporti përfundimtar që ne sollëm në kuvend? Ne i dham mundësi aktorëve të shoqërisë civile që të jepnin kontributet e tyre, sepse donim që ta shfrytëzonim ndryshimet që ky kuvend bëri në mënyrë që raporti të mos jetë ky raport që kam sot këtu, të mos jetë vetëm raportim i atyre që kanë ardhur dhe janë ankuar tek avokati i popullit, por të jetë reflektim i gjendjes së drejtave të njerëzit në Shqipëri. Bëm një tryezë të hapur, konsultimi me shoqërinë civile, ju lam një afat për 10 ditësh për të sjellë komentet e tyre, pak kanë kontribuar, ndoshta
koha ka qenë e shkurtër në këtë herë, sepse është hera e parë që ne bëjmë këtë në 25 vite. Në vitin e ardhshëm jemi duke bashkëpunuar me organizata të ndryshme për seksione të ndryshme në mënyrë që të integrojmë në raportin ton final gjetjet e shoqatave që punojnë me të drejtat e pakicave kombëtare, gjetjet e shoqatave që punojnë me persona me aftësi të kufizuara, gjetjet e shoqatave që punojnë me drejtat e komunitetit LGBTIQ, apo shoqatave të tjera të cilët mund të kontribuojnë në raportin ton final. Kështu që besoj në këtë pikë, kjo duhet vlerësuar sepse është hera e parë në 25 vite që ndodh. Në lidhje me pikën e dytë, lidhje me ndryshime në strukturën e institucionit. Jo, nuk ka pas ndryshime në strukturën e institucionit. Në lidhje me seksionin e fëmijëve, po ka pas një riorganizim ose një rindarje të punës. Seksioni i fëmijëve ka qenë seksioni me performancën më të ulët në institucion, për këtë arsye, për të bërë një shpërndarje më të mirë të ngarkesës së punës, kemi riorganizuar detyrat. Ndihmës komisionere vazhdojnë të kryejnë detyrat siç është përcaktuar në strukturë. Megjithatë, dua të sjell në vëmendjen tuaj që ligji, por edhe kushtetuta, i njeh të drejtën e avokatit popullit që ta riorganizojë institucionin e vet sipas asaj që i gjykon të arsyeshme. Pra është në tagrin e avokatit popullit ta riorganizojë dhe ta ristrukturojë institucionin, gjë që nuk ka ndodhur, por është në tagrin e titullarit të këtij institucioni që ta riorganizojë sepse është titullari i këtij institucioni që vjen edhe raporton këtu përpara jush për ineficiencën. Nëse institucioni do të jetë ineficient apo nëse ka nevojë që të performojë më mirë. Lidhje me pyetjen e parë, riakreditimi nuk ka nisur ende, është një proces që nuk kontrollohet nga ne, kontrollohet nga Ganeri, por në lidhje me interesin tuaj se çfarë kanë rekomanduar që avokati i popullit ta shtrijë mandatin e tij edhe në sektorin privat dhe që të ketë më tepër mbështetje strukturore për të konsoliduar si institucion. Faleminderit. Faleminderit, zoti Kaso ka koment mbi përgjigjet tuaja. Faleminderit, zoti kryetar, po e shfrytëzoj kësaj radhe komentin mbi përgjigjet që u bën sipas mënyrës si institucioni Avokatit e Popullit e sheh të përshtatshme përgjigjeve të mia, pyetjeve të mia, më fal. Unë besoj që pavarësisht konsideratave politike që mund të ketë patur avokati i popullit para se të merrte këtë detyrë, nuk e shoh të udhës që t'i drejtohet komisionit ose antarëve të komisionit me thirrjen që të shmangin sulmet politike, sepse kjo nuk është një seancë sulmesh politike. Nëse do të kishte të tilla, do të kishte nga forume të tjera, nga podiume të tjera, sikundër nuk janë kursyer ndonjëherë dhe nuk është ky vendi por tentativa e institucionit për të politizuar pyetjen është qartësi një tentativë për të shmangur përgjigjen, një përgjigje e cila nuk i pëlqen, dhe për ta sqaruar avokatin e popullit, as kam patur në mendje dhe as kam në mendje që t'ju ftoj ju, qoftë personalisht, qoftë si institucion, dilni të protestoni në krah të opozitës. Se kam bërë kurrë, nuk e bëj kurrë, sepse jo vetëm pengon ndjesia ime për shtetin dhe për institucionet, por gjithashtu më pengon fakti që ju këtë gjë se keni bërë kur keni qenë në opozit. Si mund t'ua kërkoj unë ta bëni tani në momentin që jeni avokat populli me votat e maggjorancës? Se keni bërë kur duhet ta bënit. S'mund t'ua kërkoj tani. S'mund t'ua kërkoj tani që ju ka emëruar maggjoranca avokat populli, kështu që mos kemi keq kuptime në këtë pikë. Unë jam referuar vetëm faktit që në 10 protesta që ka patur opozita, përfaqësuesit tuaj, të zyrës tuaj, të task forces që thatë, janë paraqitur vetëm një herë pranë komisariatit numër 1 dhe gjithë rastet e tjera, as pranë spitaleve ku ka patur të lënduar, as pranë 5 komisariateve të tjera të Tiranës, nuk ka patur qoftë një përfaqësues vetëm, edhe kur janë shoqëruar minorend, dhe për këtë gjë janë vetë dëshmitar. Dhe u asolla si shembull që nëse ky është sjellja e institucionit në protestat politike, besoj që kjo sjellje duhet ndryshojë në protestat qytetare. Megjithatë ju e vendosni dhe ju keni tagrin që ta gjykoni.
Për sa i përket përgjigjes tjetër që dhat për transparencën, ndoshta raporti mund të jetë uploaduar atje, por elementet tjerë të transparencës që kërkova në faqe, që ju duhet i kishit vënë, pra ligji i përditësuar, përsëri nuk gjendet, organigrama përsëri nuk gjendet, dhe duke kaluar te përgjigja për organigramën, qofse kjo është qasja juaj ndaj institucionit kuvendit, më vjen keq t'ju them që qasjen e keni të gabuar, se nuk mund të thoni që kuvendi na miraton shtesat që i kërkojmë, pastaj ne i përdorim si të duam, se nuk funksionon kështu. Në qoftë se ju kërkoni vitin e kaluar shtesë me 3 ndihmës komisioner, merrni shtesë me 3 ndihmës komisioner, të cilët duhet punojnë si ndihmës komisioner, se për këtë u ka dhënë shtesën kuvendi. Jo ndihmës komisioner që ju i bëni këshilltar tuaj pastaj në kabinet personal. Se ndryshe kërkonit shtesë për 3 këshilltar tuaj dhe kuvendi gjykonte, ka nevojë avokati shtetit që nga 5 a 10 këshilltar sa keni të keni 15 ose të keni 20? Dhe është kuvendi që e vendos atë pjesë. Por nuk mund t'i merrni si ndihmës komisioner dhe pastaj t'i përdorni ju si doni se ju keni përgjegjësinë që raportoni në fund. Jo, nuk funksionon kështu, më vjen keq ta them. Faleminderit. A mund të shpjegoj? Okay. Po është e drejtë e deputetit të bëj komente. Ju dhat përgjigjet tuaja, deputeti bën koment mbi përgjigje si vlerëson. Pastaj kur të kemi